Sistem më të ullët imunitar, më shumë nga këto viroza preken fëmijët. Klinika 24 e nisi rrugtimin e saj me të fshehtat e shëndetit në News 24 plot 3 vjet më parë. Qëllimi i misionit të shëndetit ishte krijimi një dritare e informimit të përgjithshëm, ku paskue mjek të nderuar në siglën e klinikës 24 ndihmuan me informacionet dhe këshillat e tyre me tema nga më të nevojshmet, si planifikimi familjar dhe mëtej me sëmundje kronike, si diabeti dhe shkat, por edhe tema të nxehta si marrëdhëniet seksuale tek adoleshentët apo tema tabu. E mbushur me rubrika mbi shëndetin, një frymëmarrje të sinqertë i kanë dhënë emisionit pacientët të cilët në rubrikën histori personale apo pacienti në studio kanë rrëfyer përjetimet e tyre rreth sëmundjeve nga më të rëndat, si infarktet e deri tek alergjitë e stinës. Klinika do të vazhdojë misionin e saj me iniciativa edhe rubrika të reja mbi edukimin shëndetësor për të rritur mirëqenien fizike dhe mendore të qytetarëve, edhe në këtë vit të katërt. Në takim të shtunën tjetër, ju kujtoj adresën e Facebookut e keni patur edhe në ekranin tuaj të televizorit, na shkruani për çdo problem që do keni. Si gjithmonë, transmetimi është nesër në orën 16:00, së bashku shihemi të shtunën e ardhshme me një tjetër temë. Mirë, Dorada, la takimi në orën 20 çdo të shtunë, çdo javë në News 24, 3 vjet rrugtim, tashmë e kemi ftuar në Villa 24, në fakt ndoqëm një material shumë të shkurtër, një insert për të sjellë përmbledhjen e këtij emisioni shëndetësor që pikëzohet, le të themi, çdo të shtunë, çdo fundjavë për ju, për të bërë pyetjet që u shqetësojnë rreth shëndetit dhe për të marrë këshilla të nevojshme nga mjek të specializuar dhe mjek të nderuar. Dorada, mirë se erdhe. Në Villa 24. Më kapi nostalgjia tani që po shija insertin. E dikurshëm, madje pamjen e parë e komentove edhe me diçka, me një humor këtu. Emisioni i parë ishte emisioni i parë në atë kohë edhe kam humbur kilet këtu. Jam lodhur shumë. Punë e dytë ndoshta. Si e mban mend emisionin e parë, temën e parë dhe si të lindi ideja? Ju jeni dhe ideatorja e këtij emisioni. Për ta krijuar një emision të tillë. Kam pasur përvojë të gjatë me emisionet e mjekut edhe në televizione të tjera dhe u gëzova shumë kur në atë kohë News 24 më zgjodhi mua për të ideuar, drejtuar emisionin e shëndetit javë për javë. Unë mendoj që ka gjithmonë vend për informacion shëndetësor, për edukim shëndetësor, do thosha unë, sepse megjithse interneti ka bërë punën e vet, megjithse ne jemi më të ndërgjegjshëm për shëndetin ton, prap jemi të mangët në formim dhe kemi nevojë gjithmonë për informim, pse jo grupe të caktuara siç janë nënat me fëmijë apo nënat ato që presin të bëhen nëna apo mosha e tretë për këshilla konkrete. Dhe ne, më saktë unë edhe gjithë bashkëpunëtorët e mi synojmë që të vijmë drejt publikut me informacion direkt, me këshilla direkte, madje edhe me demonstrime në studio siç kemi nisur në këtë sezon. Në këtë sezon, ose kemi pasur mundësi. Kemi pikërisht nga ajo. Kemi patur mundësi me një skenografi 3, me një studio të madhe që na lejon të bëjmë dhe demonstrime ato që lejon mjekësia, që mund të bëhen brenda një studio televizive. Dorada, shumë seriozisht e morë. Seriozisht sepse ka të bëjë është, le të themi, arma kryesore e një emisionit, qenit komfort në një studio, në një skenografi të tillë, dhe këtë e kthem nga eksperienca ime këtu në Villa 24. Megjithatë, e përmendë informacionin që merret në internet. Gjatë një emisioni unë të kam ndjekur dhe bashkë me mjek të nderuar që keni ftuar është shprehur ideja, le të themi, që jo çdo informacion në internet, le të themi, mund të jetë i besueshëm dhe mund të merret si utilitar në jetën tonë për këshilla të ndryshme të shëndetit. Çfarë keni bërë ju, le të themi, me këtë emision në këtë pikë për dhënë këshilla të cilat ndoshta edhe në internet mund të krijojnë konfuzitet tek njerëzit? Interneti patjetër që është një armë e fuqishme për të gjithë që na mbaron punë, është një lehtësi, një komoditet. Por në momentin që bëhet fjalë për vendosje diagnoze, është shumë mirë që në moment që mendon se don informacion më shumë për një sëmundje ti mund të hysh në internet, por ka shumë rëndësi faqja që zgjedh dhe selektimi i informacionit.
them selektimi informacionit sepse zakonisht interneti apo sajtet mjekësore japin shenja të përgjithshme të smundjeve që variojnë që nga nëse ke një dhimbje koke që variojnë nga një migrenë thjesht deri tek një tumor, fjale të mërshme. Kështu që është mjeku ai që vendos diagnozën në fund, edhe është informacioni selektuar ai që bën diferencën dhe ne synojmë drejt këtij informacioni që e sjellin patjetër mjekët dhe në këtë mori emisionesh unë nuk kam vend tjetër ku ti falenderoj për praninë që kanë qenë javë pas jave në klinikën 24. Janë shumë mjekë në fakt. Si e bëni për zgjedhjen? Merrni mjekët më të mirë, promovoni mjekë të rinj, cilët janë shumë talentuar dhe që kanë një kontribut në këtë fushë? Në fakt, unë punën e nis me një përzgjedhje temash dhe duke qenë se shoh sajte që jam abonuar në internet, sajte shëndetësore, shoh emisione shëndetësore që bëhen në vende të tjera, jam apasionuar mbas 2-3 prej tyre, siç është edhe Dr. Rose, për shembull, ose edhe Dr. Show dhe krijoj idenë e temave duke i përshtatur me vendin tonë, sepse patjetër që një tjetër temë, një impakt tjetër ka në Angli, apo qoftë edhe në Itali që jemi afër fare, dhe një impakt tjetër apo një nevojë tjetër ka në Shqipëri, dhe për të qenë më afër atyre çka nevojë publiku jon e para përzgjedh temën dhe më pastaj punoj dhe shoh kujt i përshtatet më shumë kjo temë, cilit mjeku, dhe në panelin e kemi gjithmonë të zgjeruar se nuk kemi vetëm mjek. Është ndarë në 2 pjesë emisioni, pjesa e parë ku ka një temë të caktuar, në mos gaboj, jo, në varësi të temave. Nëse tema, do me thënë, mua ka pëlqyer shumë se e lash idenë e parë, do me thënë kemi dhe psikolog dhe dietolog kur e do puna në emision. Po mua më pëlqen shumë të bëj një rubrik me mit apo fakt, sepse më duket se kështu ndërhyn direkt, jemi më të kapshëm nga teleshikuesi. Edhe zakonisht këtë mbase ke vënë në sezonin e dytë, se kur është mit apo fakt është si një rubrik më vete. E veçantë. E kuptoj, që i kushtohet vëmendje veçantë. Kur flasim për shëndetësi në fakt, çdo lloj teme është interesante, pse se të gjithë prekemi direkt, le të themi direkt. Se shëndeti është e parë. Temë tillë. Po cilat tema kanë qenë më domethënëse, më të ndjekura, më të rëndësishme, më utilitare për popullatën, që të kanë prekur direkt, ndoshta të kanë sjellë dhe reagime të ndryshme në rrugë? Në fakt, tema të do me thënë tema që vuan shumë, tema të shëndetit publik ku është përfshirë një popullat më e gjerë, patjetër që kanë impakt tjetër. Qoftë edhe të flasësh, janë e kemi patur para një 2 jave, mitet e virozave. Një nga ato për shembull ka qenë që a të kap viroza apo rufa kur del me flok të lagur. Kjo është një pyetje që mund ta ketë bërë secili nga ne në shtëpi, sepse qarkullojnë edhe këto të gjyshes që i kemi pas thënë përpara. Dhe këto janë ato që kanë impaktin më të madh. Por edhe tema të tjera, siç edhe u përmend edhe nga inserti, për shembull për infertilitetin apo smundjet seksualisht të transmetueshme, IST-t, përveç të resë që kanë sjell, ka pasur edhe element humori, domethënë janë shoqëruar gjithmonë, edhe se ne kemi telefonata në studio gjithmonë, edhe unë që sillin reagimet e qytetarëve. Që sillin edhe, por që shoqërohen me ngacmime jashtë emisionit nga të njohurit e mi, nga familjarët e mi, nga miqtë e mi, që patjetër këto tema sjellin gjithmonë edhe pak humor. Megjithëse kanë absolutisht rëndësinë e tyre. E qartë. Doreda, duke patur parasysh këtë lloj eksperience në News 24 për moderimin e një emisioni shëndetësor, i cili le të themi në mediat shqiptare nuk është shumë i përhapur, po sa të unë do doja të ishte më shumë në fakt. Kishte më shumë informacion dhe këshilla për shëndetin. Edhe më shumë konkurrencë kisha unë, sepse mua më nxit konkurrenca. Se ndryshe nga emisionet politike, ndryshe nga emisionet sociale, emisionet shëndetësore janë të pakta në numër në mediat tona. Prandaj them, unë do më nxiste mua konkurrenca gjithmonë më nxit, sikur më rrit atë adrenalinën që pavarësisht çdo gjë, unë kam seriozitetin dhe përgjegjësinë maksimale në emision, sepse e bëj me pasion. Është një gjë që unë e bëj plus një punë kryesore që kam, edhe e bëj me shumë pasion dhe me shumë dashuri. Por unë e thash edhe në fillim që është gjithmonë e rëndësishme të flitet për shëndetin, Në fakt, në emisionet të mbasditeve në televizionet të tjera ka gjithmonë tema shëndetësore, por të flitet për shëndetin
dhe të dëgjohet edhe specifikisht të dëgjohen ato këshillat konkrete që unë thash apo informacionet më të reja që ofron tregu, patjetër që është qartë gjithmonë. Ka pasion, por ka edhe vështirësi, ashtu si kundër ka çdo lloj emisioni. Tek ky emision çfarë vështirësish ke gjetur? Ndoshta tek të ftuarit, ndoshta tek tema, ndoshta tek mos realizimi, e realizon objektivin dorada deri në fund të emisionit? Unë përpiqem dhe me atë feedback që marr më pëlqen, domethënë që emisioni ndiqet, emisioni pëlqet, jam shumë e lumtur për këtë fakt. Ka vështirësi dhe vështirësia në fakt që ndron më shumë, ne kemi gjithmonë një karige pacienti në studio, apo kemi gjithmonë një histori personale. Por që nga e vështirë që të gjesh pacient si që ndryshe ndodhë në vëndet të tjera, të viti kush dhe të pohoj me gojën e ti, që po unë vuaj nga kjo smundje, po unë kam këtë vështirësi, është pak të regoj jetën e tip. Do me thënë kemi akoma ato paragjykime, do me thënë kur kam pasur një intervistë një nënë shtatzan që kishte realizuar shtatzanin me fertilitet in vitro, ajo gjëja e parë që më tha të lutem mos më nxirr fytyrën. Do me thënë ka akoma paragjykime dhe kjo pjesë është pak pjesa më e vështirë. E qartë. Keni filluar dhe me një rubrik personazh. Ju kam ndjekur me doktor Flamur Topin. Isha nderuar që erdhi në studio, ishte një kënaqësi e veçantë sepse ai mbahet është ikona e televizionit sidomos. Emisioni i parë shëndetësor që dikur jemi rritur me këshillat e tij. Dhe do të vazhdoj le të themi kjo rubrik me personazhe të tillë të njohur që të shfejnë le të themi karrierën e tyre, mjek të nderuar. Nuk e di, kjo erdhi si një spunto, si për të sjellë një gjë soft, mbase ishin bërë shumë tema në emisioni javë pas javë, kishin qenë dhe pak të rënda se kancere, sëmundje të caktuara që mbase ndonjëherë edhe i lodhin teleshikuesit, dhe për të dhënë diçka edhe trëmbin, se pikërisht janë sëmundje, është normale që të gjithë të trëmben, edhe për të sjellë diçka soft. Unë e futa këtë rubrik dhe do të shohim pastaj si do të vazhdojmë te. Mbase kur të vi vera, do të jetë me afrimin e verës do të kemi përsëri diçka të re nga kjo rubrik. Po në fakt unë kam menduar edhe një rubrik tjetër që po e zbuloj këtu në ne mirëpresim sepse do vije shtuna dhe shpesh do të marrim këshillat e duhura. Unë kam gati jo për këtë të shtunë, mbase për tjetrën rubrikën Mami pyet. Mami pyet po kë, mami pyet pediatrin, mami pyet psikologun dhe nëna të veçanta, nëna që ne me mikrofonin tonë të klinikës si kemi marrë në vende ku ato punojnë, apo në kopshte ku janë fëmijët. Shumë interesante, në fakt të vinë ndim shumë nënave. Më pëlqen edhe mua kjo rubrika, sepse sjell direkt zërin e tyre, apo qoftë edhe në një kënd lojrash ku nënat janë, nënat bëjmë pyetjen dhe e ftuara jon me një kënd të veçantë të studios do t'japi përgjigjen konkrete për pyetjen që prindi drejton nga ekrani. Shumë interesante, Adurata. Faleminderit shumë edhe unë me zor po pres. Po presim ta ndjekim edhe ne, sepse janë shumë nëna të cilat bëjnë shumë pyetje për fëmijën e tyre, për mënyrën se si rritet, mënyrën se si ushqet, që nga shtatzania ose para konceptimit të një fëmije që nëna fillon e ndryshon komplet jetën e saj, që me morinë e pyetjeve që asaj fillojnë ti qarkullojnë në mendje. Sepse këto gjëra zakonisht lexohen në forume të ndryshme virtuale, por siç e thamë edhe pas më direkt kur e sheh kur e merr drejt për së drejtin në ekran, por edhe ato vallë janë të besueshme, le të themi, ne e tham, informacioni në internet jo 100% është i besueshëm. Mirë, Dorada, unë të falenderoj për këtë pjesë të parë, le të themi, për klinikën, janë vetëm 3 vjet, kemi hyrë në vitin e 4 të saj, rrugtimi është i gjatë. Juve mbasi ju duken pak, po mua më duken shumë, sepse është puna ndoshta e përjavshme dhe për zgjedhja e tematikave. Megjithatë, ka dhe një doreat tjetër, jo doreata që ne e shohim çdo të shtunë në orën 20 në ekranin e News 24, por ka dhe një doreat tjetër e cila punon në Ministrinë e Shëndetësisë në njësinë e zbatimit të projekteve në këtë institucion prej disa vitesh. 14 vite. 14 vite që është dhe puna juaj bazë. Si arrini të koordinoni kohën, le të themi, për një emision, ndoshta ju vjen në ndihmë fakti që punoni një institucion shëndetësor për të realizuar dhe emisionin? Po, patjetër që po, sepse si thua
ti the dorat tjetër, po mua nuk më pëlqen që ti ndajo, që mos dalë kështu me dy personalitete, Jo ndoshta te personaliteti, por puna që bëhet. E kuptoj iden. Është një dyzim i punëve tona të përditshme apo jo? Sepse ka dhe një dorat të tretë që është bashkëshorte, është dhe nën, familje, apo jo? Po, ajo është më e rëndësishmja në fakt, ose përpara asaj nuk vë asgjë tjetër. Por fakti që jam brenda sektorit të shëndetësisë më ndihmon shumë. Toleranca që kam gjetur nga të gjithë ata që punoj patjetër që më ndihmon shumë. Edhe gjatë punës nuk më pengon, domethënë që mendja të më shkoj për emisionin, se me mendje unë mund të jem ku të dua. Edhe kur gjej atë hapësirën, domethënë patjetër që mendoj për emisionin. Po kjo është brenda një sektori, po, që ka lidhje, domethënë shëndetësia atje, shëndetësi këtu. Dhe kjo ka ndihmuar, le të themi ky emision shëndetësor do të ishte shumë e vështirë për ta bërë një moderatori që nuk është në një profil shëndetësor. Domethënë unë base nuk është me vend fjala jam rritur, po jam pjekur me emisionin, duke kaluar vitet jam pjekur. Duke njohur më shumë dhe termat, sepse shumë e rëndësishme dhe termat që përdorin mjekët për popullatën, ndoshta duhet të jenë megjithëse ne synojmë që të jenë sa më të kuptueshme. Prap, duhet ta asimiloj një herë unë materialin, pastaj ta përcjell tek publiku. Ti e di dhe vetë, domethënë që duhet është vërtet. Një herë mësojmë ne, pastaj i përcjellim tek publiku sigurisht. Doreada, bashkëshorte Doreada e një djali 6 vjeçar, Enea. Bën gati 6. E urojmë edhe 100 në fakt. Si arrin të menaxhosh kohën mes familjes, mes dy punëve, tashmë dy kungujve në një sqetull? Mua në fakt të gjithë më thonë që jam kështu si Tom i Jerry. Ishte okej kjo që thash, se unë jam gjithmonë me nxitim, jam gjithmonë me vrap, është edhe pjesë e natyrës time se unë ashtu funksionoj. Unë po nuk pata një motiv ose po nuk pata diçka për të bërë, bie në atë qetësinë që nuk më pëlqen fare. Unë jam gjithmonë me vrap dhe përpiqem që t'i bëj të gjitha gjërat mirë. Se sa ja arri, unë nuk jam perfeksioniste, ne jemi njerëz. Patjetër që ka vend për të bërë më shumë, patjetër që ka vend për të bërë në emision, në punën në ministri, në familje nuk më pëlqen ta them që ka, sepse aty unë atje patjetër që jap maksimumin. Dhe në raste të tilla ose në intervista që realizohen me moderatorët e ekraneve, bëhet dhe pyetja sa ndikon le të themi bashkëshorti profesori i nderuar Thanas Goga tek puna juaj. Ai në fakt është shoku im i ngushtë, ne jemi padyshim jemi shumë miq fillimisht edhe diskutojmë, qeshim shumë, bëjmë debate shumë jashtëmase, por që patjetër që më mban të karikuar gjithmonë edhe më bën vrejtje. Më bën vrejtje për emisionin më shumë? Për emisionin më shumë edhe unë jam unë i mirëpres vrejtjet e patjetër e të gjithë kolegëve, po të burrit, të bashkëshortit, të shokut tim i dëgjoj patjetër më shumë. Doreada, mund të zbulojmë ndonjë vërejtje, ndonjë kritik, jo vetëm nga bashkëshorti, por këto nuk na pëlqejnë kryesisht. Këto nuk më pëlqejnë, po ja më bën një vrejtje, më thonë që i ndërpret shumë mjekët. Mu më pëlqen bëj bashkëbisedim në fakt, përveç kohës. Mua më pëlqen të mos jetë monolog, mua më pëlqen të jetë bisedë, unë nuk kam iden të ndërpres, unë kam iden të nxis. E kuptoj, të jetë bashkëbisedim dhe mos jetë si e thatë, thënë në gjuhën popullore, biseda. Kjo është një nga vrejtjet kryesore që më bëhet. Edhe kurse motrat më bëjmë vrejtje për unë kam një të qeshur karakteristike, kështu që atyre nuk i pëlqen që të qesh në ekran, Lora të të qeshur është e bukur gjithmonë. I japim optimizëm për popullatën, për teleshikuesit. Megjithatë, ditën e shtunë ke menduar le të themi për tematikën të ftuarit, do zbulojmë diçka apo ta lëm për ditën e shtunë? Mirë, do bëjmë ta themi emisioni Klinika 24 është gjithmonë bashkëpunëtor i spitaleve në Tiranë, pse jo në gjithë Shqipërinë. Dhe prej kohësh kemi bashkëpunim me një spital privat, edhe këtë radhë do t'jenë ata në qendër të klinikës, do t'jenë 2 mjek specialist, njëri është kirurg, tjetra është rekonstruksioniste plastike. Do të flasin për femrat kryesisht, për rekonstruksionin e gjoksit, atyre që Këto tema në fakt dikur kanë qenë tabu tek ne, por tashmë po njohim ta kenë humbur atë. Kanë qenë tabu, ka qenë vështirë, por kohët kanë ndryshuar dhe ne duhet të jemi të parët që t'i promovojmë këto tema, të jepet informacioni dur, këshillat e dura, kur janë të dëmshme, kur janë të padëmshme dhe kur duhet të kryen në organizëm në trup, e qartë.
të uroj shumë suksese, me një luk të ri që të shkon shumë, me një skenografi të re, klinika tashmë ka filluar të ecë, është vetëm 3 vjeç. Faleminderit. Dhe do të vazhdoj një rrugë të gjatë në News 24. Edhe juve, gjithë Suksese. të mirat, ishte shumë kënaqësi për mua që isha tek Vila. Faleminderit. Faleminderit që erdhe. Faleminderit dhe ju të nderuar televizionistët që na keni ndjekur. Isha me moderatorin e Klinika 24 Dore Adamio për bisedën e 3 vjetorit të këtij emisioni. Do të përshëndetemi së bashku, kalofshi bukur.